Mirëmbrëma Xhiro me Syqin. Sonte do të flasim për artin, për fotografin. Pra, fotograf është një fjalë shumë e thjeshtë. Duhet ndajmë artistin fotograf me fotografin, sepse sot fotografi mund të bësh sa dush dhe me këtë telefon. Po ta kthesh fotografin art, duhet të jesh një artist. Duhet të kesh vizion, duhet të kesh imagjinat. Për këtë do të flasim me mikun tim të vjetër, me fotografin Roland Tasho, i cili ka disa albume fotografike dhe ka bërë një punë shumë të madhe me albumet e tij, me gjithë ambasadorët e huaj në Shqipëri, me figurat të ndryshme të Europës, me kostumet kombëtare shqiptare. Pra, nëpërmjet fotografisë, ai ka transmetuar kulturën shqiptare në botë. Dhe historinë e saj njëkohësisht, sepse kostumet kombëtare janë dhe pjesë e historisë. Roland, s'po drejtohem me zoti Roland, po drejtohem me Landi, tamam. Si do të thosh Landi? Edhe unë nuk njoftë me Ilir Demalia, siç prahen shonë. Ti e di, Syçi me ta. Syçi, shumë thuhet ti Syçi. Megjithëse shumë nuk e din. Po, jo, Brezion, të një pashto, pastaj. S'ka rëndësi. Landi, s'pari mirë se ke ardhur dhe unë i kam pa albumet tuaja, disa prej tyre, dhe ke bërë megjithëse një punë të mrekullueshme. Dhe pa zë i ke dhënë Shqipërisë nëpërmjet fotografisë tate një respekt. Faleminderit edhe për ftesën, edhe për fjalët. Kështu. Dhe mua në fillim fare duhet të thoya që më shbërqefi që u ktheve, sepse në brezin tonë... Jo me kom të hapme. Gjithë jetën njële me kom të hapme, një anej, një kënej. Po, mirë, nese, po. Jo, është mirë kjo me fjalë, sepse unë të di dhe karakterin tënd me fjalë, që nuk mund të rish dot pa miqësi, pa fol, pa shok, pa futboll, pa sport, pa kështu, pak të kështu të më men. Dhe biles na herë një gjë edhe në një fjalë që jo ku do një të shajna, nuk e di kështu. Po nuk. Dhe jo, ti e ke marrë atë. E ke marrë atë. Unë di vetëm, Landi, unë di vetëm time, unë flas me fakte. Edhe nuk më trem njeri gjallë në botë, unë flas me dokumenta. E di ç'a thon. Thoshin të shikonim kështu, kishim një saluto, kaq nuk, po thoshin pa mirë prap jashtë e ka Syçi se kam ashtu, me fjalë se ti ishe i çik antisistem, nuk po themi të fjalë modhe desident, po ishte antisistem dhe i jepje gojës se çik në atë periudhë. Edhe brezi që rrite, edhe biles bisetën tonë e punë temën, edhe vazhdo fol. Dhe atë që kisha qefur me fjalë sepse të kam dëgjuar 2-3 herë, shu edhe me nga politika u lodhe me kështu, po unë doja që biseda të vërvitej të ajo pjesë ku ne jemi rrit, ke Tirana e viteve 70, që lëviste e gjithë rinia sa e kohë ishte i çik antisistem, lutej çik kështu si jo Bixhoz me fjalë, jo. Unë s'kam lut Bixhoz kur. Jo, Bixhoz shumë. Edhe sot nuk dia si loj Bixhoz, me baste. Me këto, me fjalë kjo ishte që nuk ishin edhe por gjithsesi ishte periudhë e bukur, ishte rinia jon, më mend që aty ke rishimulën ke bordura, ke derri, edhe e lynjer me grasë që të mos rishin ulse. Po të rishimulën, vite ai plot fuqishme, çoni, edhe në çohesh, sa rishim s'duhet rishimul se si s'duket ajo ul, ishte i çik kështu si, Po herë pastaj nga që ne ikta ai prap do uleshim se çfarë do bën, nuk ka bordura ke derri. Majmë me kilyn me grasë. Edhe që e lyn herë me grasë. Edhe atë kishim i pal pantallon, ato thaj ato laj. Kush hate i parë hate, thotë, kështu, shikon sa çfarë periudhësh me fjalë grasësh, ku i shkota menja. Edhe këto gjonat ishin të bukura me fjalë, po me fjalë ashtu si ishte koha, prap rinia jon ka qatë kujtoj, edhe e kemi kalu me i fjalë, sepse ishte i gjithë derri, ose i gjithë qendra e Tiranës, aty luaj gjithë. Ishte i çik antisistem.
Jo i qik, pse këtu i qik? Po mirë, sepse s'mund të ush disident, në falë, se s'kishte kështu jo revolucion, kështu, po të gjithë ndjesh ajo fryma, edhe kishe qef kur dili atje, se unë kur, tash, se për plasë për vitet 72, 73, 71, që në një mosh paga shumë, dhe ishte i qik liberalizm, ishte i qik po mas liberalizimit rasopata, mas ne? Po, pas të jo, s'po flasë për mas ne rasopata. 72, unë kur isha i vogël, aty ka 10 vjeçet, dili aty afër shtëpisë, me fjalë ke 15 kaçi që jeton tash, ke Broadway, dhe mbaj mend që shikoja këta çunat që rinia, si më si me emra, po si fytyra që imitonin Sanremon, veshjen e Milanës në atë periudhë. Majmen dikë që dilte me kostum bardh. Genqori. Genqori, yll koçi që dilte me pardesinë e bardhë. Goshi me kpucët testa di dacoj me pelo di diavolo me atë gjaketën.